Po ankesat janë të natyra të ndryshme, ka për mungesë të banave, për trajtim, si më thonë jo etike, jo human, ka për listat të pritjes, ka për komunikimin e stafit shëndetësor me pacient dhe për kushtet hoteliere, higjienike etj. Po problematike për ne mbetet fakti që institucionet nuk kanë mekanizma të qarta të trajtimit të ankesave dhe kjo i demotivon njerëz për të ankuar dhe shpesh herë ata i shtrëngojnë vetë duart dhe konfrontohet vetë me stafin shëndetësor, që është diçka që nuk duhet me ndodhë. Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ishte dashme kriju një procedurë standarde të menaxhimit të ankesave dhe çdo ankesë të merr një trajtim ose një epilog të drejtë. Realisht unë mendoj se nuk ka ankesa sa ka shkelje, për shkak se edhe njerëzit nuk i njohin mirë të drejtat e tyre dhe jo gjithmonë e dinë se kur duhet të parashtrojnë ankesë ose kur e drejta e tyre është shkelur. Në parim unë mendoj se gjendja në sistem nuk është mirë, këto nuk mund ta sheh vetëm dikush që nuk don me pa. Gjanat duhet me ndryshu në mas të madhe për me dhënë, si më thonë, rëndësi secilës nevojtë e qytetarit dhe trajtimit secilës ankesë kur ai nuk ka marrë shërbimin shëndetësor që ju ka nevojit. Në vlerësimin që kemi bërë vitin e kaluar del se diku rreth 46% e njerëzve dinë që në Kosovë ka ligj që i mbron të drejtat e tyre, edhe kjo tregon për masën e madhe që duhet të informohet, sepse pa njohuri të rreth të drejtave që i kanë nuk munden edhe t'i kërkojnë ato dhe nuk parashtrojnë ankesa. Tash nuk kemi bërë ende evaluim, do të thonë vitin e kaluar kemi pas rreth 300, por aktualisht nuk kemi bërë një evaluim për shkak se edhe kategorizimi i ankesave të ne po ndron. Problematika është në Kosovë tash nuk ka një mekanizëm të qartë të trajtimit të ankesave, edhe ka shumë mekanizma që pacient mund të parashtrojnë ankesa dhe nuk kemi një databazë të përgjithshme shtetërore se sa është numri ankesa, për shembull disa shkojnë në ministri, disa vinë te ne, disa shkojnë në PSO-dat e profesionistëve shëndetësor, disa shkojnë në inspektorat, disa shkojnë për qendrat mjekësisë familjare, institucionet etj. Domethënë nuk ka shteti një databazë se sa është numri ankesave dhe cila është lloji i tyre. Edhe përderisa institucionet nuk janë të fokusuara në cilësitë e shërbimit shëndetësor, ankesat e pacientëve nuk ju bëjnë shumë përshtypje. Mendoj se çasti do të ndryshojë. Domethënë institucionet fokus të kenë nevojat e pacientëve dhe kjo mandej ndryshon gjendjen. Në bazë të numrave, statistikave që kemi janë raste sociale, pensionistët të cilët më shumë atakohen grupet vulnerabile në përgjithësi, atakohen më shumë nga sistemi shëndetësor për shkak të paaftësisë ose pamundësisë për me mbri shërbimin shëndetësor që e kanë. Çuditërisht, këto grupe më pak parashtrojnë ankesa sepse thash edhe mundësinë që ata me u informuar rreth të drejtave kanë më të kufizuar. Për këtë arsye mendoj se shtetet krijojnë çet formë që mi ndihmu njerëz ose mi privilegju ata të cilët nuk mundën me mbërë shërbimin shëndetësor.